Fshati Hajdaraj. Fshati që nuk ka njerëz, ka shtëpi pa fund, shtëpi dhe investime, por janë bosh. Pra të trokasësh në çdo derë është bosh. E vetmja familje që unë dëgjova dhe zëra që shkova, që jeton njerëz, ishin personazhe që mora më parë. Po e mbyll këtu se s'kam çfarë them më. Rrugë nuk ka. Tani shikoj, kur s'ka njerëz, dakor, do thoni që po pse duhet bëhet rruga se kanë ikur njerëzit, po njerëzit prandaj kanë braktisur se nuk ka investime, nuk ka vëmendje dhe ne dim shumë mirë që të gjitha fshatra po braktisën dhe qytetet dhe po largohen të gjithë. Ndoshta kjo është një dëshirë e madhe, domethënë po thoja që politika, okej, këto janë ato lojra që bëhen për t'ikur gjithë njerëzit, edhe ne ikëm, unë prapë, se kur të gjithë ikin, ne do jemi vetëm një shqiptarë që do jemi në Shqipëri. Ti do ikësh? Jo. Do jemi 2 shqiptarë që rrim në Shqipëri. Kështu që drogta këtu nuk mbillet. Me bindje, okej, shumë mirë. Tani dhe ajo është, për Zotin është zotësi dhe arritja. Hajde se po e mbyll këtu Hajdaraj, nuk gjeta njerëz. Do më thënë edhe në fshatrat të tjerë që kam shkuar, kam gjetur njerëz, dhe një fshat kaq i madh dhe një fshat me shtëpi kaq të bukura, heshtje totale. Tamam si fshat fantazme, kupton që të mos ketë njerëz, se pse thonë që fryma e njeriu e mban gjallë një vend, shtëpinë e çdo gjë. Po largohem në heshtje nga Hajdaraj. Jo siç e thash emrin në fillim.